si një aktivitet që është i fillestar, është pranimi i ekstraktit që prej Ministrisë të Regjistrit Civil Qendror pra nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila tashmë vetëm është bërë. Me datën deri më zvoni deri me datën 5/5 do të merret vendimi për caktimin e kufizimit të shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve. Partitë politike të regjistruara deklarojnë pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen deri nga data pra nga data dita sotme deri me 7/5. Partitë politike të regjistruara deklarojnë për pjesëmarrjen e zgjedhjeve përmes koalicioneve në periudhën prej datës sotit deri me datën 7/5. Periudha aplikimit për certifikim të subjekteve të reja politike, përveç atyre që janë tashmë të regjistruara, kemi fjalën për iniciativa qytetare, koalicione dhe kandidat pavarur, realizohet nga data 2 deri në datën 10 të këtij muaji. Periudha dorëzimit të listës së kandidatëve të subjekteve politike të certifikuara realizohet nga data 2/05 deri me 12/05/2026. Tërheqja e shortit për renditjen e partive politike në fletvotim realizohet me datën 16/05/2026. KQZ merr vendim për emërimin e anëtarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve më së voni deri me datën 8 të këtij muaji. Publikimi i listës së qendrave të votimit do të bëhet me datën 5 të këtij muaji. Miratimi dhe publikimi i qendrave komunale të numërimit do të bëhet me datën 4 të këtij muaji. Periudha shërbimit të votuesve për ndrimin e qendrave të votimit fillon nga data 6/05 pra e këtij muaji deri me datën 17/05. Periudha kundërshtimit dhe konfirmimit të listës së votuesve fillon me datën 6/05 dhe përfundon me datën 18/05. Periudha aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës fillon nga data 6/05 deri me datën 17/05 të këtij muaji. Lista e votuesve që përfshin votuesit brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës certifikohet nga KQZ-ja në periudhën kohore 20/05 deri me do të propozoja me qenë se ky këshill ka të bëjë ndër tjera dhe me krejt produktet informative që kanë të bëjnë me fushatën e zgjedhjeve, me zgjedhjet, me trajnimin, me informimin e opinionit publik e tjerë, realizohet në disa gjuhë, edhe është e domosdoshme për shkakun që në këtë këshill minimalisht janë përfaqësues të gjuhëve që fliten edhe përdoren në Kosovë, siç është edhe gjuha turke, edhe serbokroate ose bosnjake edhe gjuha rome. Në përbërjen e këtij këshillit minimalisht do duhej për shembull të ishin 3 përfaqësues të këtyre 3 gjuhëve,